Gjuha e tretë e dashurisë, marrja e dhuratave. Gjatë kohës kur studioja antropologji, jetoja në Chicago. Për të studiuar sa më në detaje etnografin, bishkrimet të gdhendura të një kulture të veçantë, kam vizituar njerëz të mrekullueshëm në të gjithë botën. Kam shkuar në Amerikën Qendrore dhe kam studiuar kulturën e përparuar të fiseve maja dhe të aztekëve. Kam përshkruar oqeanin paqësor dhe kam studiuar banorët e fiseve të Melanezisë dhe Polinezisë. Kam studiuar eskimezët e tundrave veriore dhe vendasit e parë Ainus të Japonisë. Kam studiuar modelet kulturore të dashurisë, martesës dhe kam zbuluar se në secilën prej tyre, dhënia e dhuratave ishte pjesë e procesit dashuri-martesë. Antropologët janë intriguar shumë nga modelet kulturore që prirën të mbizotërojnë kulturat. Unë nuk bëja përjashtim. Mosvallë dhënia e një dhurate është një shprehi themelore e dashurisë e cila ka përcen kufit e çdo kulture? Mosvallë dashuria shoqërohet gjithmonë nga koncepti i dhënies? Këto janë pyetje akademike, shpeshherë edhe filozofike, por nëse përgjigjja është po, atëherë kjo ka ndikim të madh praktik në çiftet e Amerikës Veriore. Një lëng frutash për ju. Bëra një ekskursion antropologjik në ishullin e Dominikës. Qëllimi ishte të studionim kulturën e individëve të indianëve të fisit karib. Gjatë udhëtimit u njoha me Fredin. Ky i fundit nuk ishte një karib, por një djalosh 28 vjeçar me ngjyrë. Fredi kishte humbur njërin dorë në një aksident fatkeq kur po peshkonte me dinamit. Nuk arriti më ta ushtronte profesionin e tij pas aksidentit që i ndodhi. Kishte kohë me shumicë dhe unë e mirëprita me përzemërsi shoqërinë e tij. Kaloni orë të tëra duke biseduar për kulturën e tyre. Gjatë vizitës sime të parë në shtëpinë e Fredit, ai më pyeti: "Zoti Geri, dëshironi pak lëng frutash?" "Po," ju përgjigja unë gjithë entuziazëm. Ai u kthye nga vëllai i tij më i vogël dhe i tha: "Shko merri një lëng frutash zotit Geri." I vëllai u kthye menjëherë, kaloi përmes një rrugine gjithë balt, u ngjit në pemën e arrës së kokosit dhe u kthye duke mbajtur në dorë një arë kokosi jeshile. "Hape," e urdhëroi Fredi. Me 3 lëvizje të buta të satrës, i vëllai hapi arën e kokosit duke bërë një vrim në formë trekëndshi në maj. Fredi më zgjati dorën me lëngun e arës së kokosit dhe tha: "Urdhëroni lëngun." Kishte ngjyrë jeshile, megjithatë unë e piva, madje të gjithin, për të vetmen arsye se e dija që ishte një dhuratë në shenjë dashurie. Unë isha miku i tij dhe miqve u ofrohet lëng frutash. Në fund të javës që kaluam së bashku, teksa përgatitesha të largohesha nga ai ishull i vogël, Fredi bëri një gjest të fundit për të më treguar dashurinë e tij. Ishte një shkop i lakuar rreth 35 cm i gjatë, të cilin e kishte gjetur në oqean. Nga përplasjet me shkëmbinjt, lëvorja e tij ishte bërë butë si mëndafshi. Fredi më tha se shkopi gjendej prej kohësh në brigjet e Dominikës dhe donte që unë ta merrja si kujtim nga ky ishull i bukur. Edhe sot sa herë shikoj atë shkop, pothuajse arrit të dëgjoj zhurmën e dallgëve të Karaibeve. Megjithatë, më shumë se një kujtim i Dominikës, për mua mbetet një kujtim i dashurisë që mora atje. Një dhuratë është diçka të cilën mund ta marrësh në dorë dhe të thuash: "Shiko, ai mendon për mua" ose "Ajo u kujtua për mua". Për t'i dhënë dikujt një dhuratë, padyshim që duhet mendosh për të. Vetë dhurata është simboli i këtij mendimi. Nuk ka rëndësi se sa para ka kushtuar, e rëndësishme është se keni menduar për të. Sigurisht që nuk ka rëndësi vetëm mendimi, por edhe se ai është shprehur duke ofruar një dhuratë dhe t'i japësh është shprehje e dashurisë. Nënat kujtojnë gjithmonë ditën kur fëmijët e tyre këputin një lule nga kopshti dhe u adhurojnë. Ato ndihen të dashura edhe nëse ajo është një lule që nuk kanë dëshirë që ta këpusin. Fëmijët janë të prirur t'u bëjnë dhurata prindërve që në vitet e hershme të jetës dhe ky mund të jetë një tregues tjetër se dhënia e dhuratave është diçka thelbësore për dashurinë. Dhuratat janë simbole vizuale të dashurisë. Në shumë ceremoni martesore përfshihet riti i shkëmbimit të unazave të martesës. Personi që është duke kryer ceremoninë shprehet:
Kjo unaz apo këto unaza janë shenja të dukshme dhe të qarta të një lidhje shpirtërore dhe të brendshme që bashkon dy zemra tuaja në një dashuri që nuk njeh fund. Kjo nuk është një lloj retorike pa kurfar kuptimi. Është verbalizimi i një të vërtetë domethënëse, sepse simbolet kanë vlerë të madhe emocionale. Kjo vërtetohet më së miri nga ana pamore. Kur në prag të një martese që po merr fund, burri ose gruaja nuk e mban më unazën e martesës, kjo është një shenjë vizuale se kjo martesë ka probleme serioze. Një bashkëshor dikur më ka thënë: kur ajo më hodhi unazën në fytyrë dhe doli nga shtëpia i inatosur duke përplasur derën, e kuptova se martesa jon kishte probleme serioze. E lash 2 ditë unazën aty ku kishte rënë. Kur më në fund gjeta guximin për ta marrë, fillova të qaj. Unazat ishin një simbol i marrëdhënies së tyre të ardhshme, por tani që ai e mbante në dorë dhe ajo nuk ishte më në gishtin e saj, ky ishte një fakt vizual se martesa po shkatrohej. Këto unaza pas Zot tani kishin trazuar emocione të mëdha tek bashkëshorti. Simbolet vizuale të dashurisë janë më të rëndësishme për disa persona se për disa të tjerë. Ja pse individët kanë qëndrime të ndryshme kur bie fjala te unazat e martesës. Ka nga ata që nuk e heqin kurrë unazën nga gishti pas martesës, disa të tjerë nuk mbajnë fare unazë martese. Kjo është një shenjë tjetër që njerëzit kanë gjuhë parsore të ndryshme dashurie. Nëse marrja e dhuratave do të ishte gjuha ime e parë e dashurisë, unë do ta vlerësoja shumë unazën dhe do ta mbaja në gisht me krenari të madhe. Gjithashtu do të prekesha shumë nga dhuratat e tjera me kalimin e viteve. Unë do ta shija këtë veprim si një shprehje të dashurisë. Nëse nuk marr dhurata si simbole vizuale, mund ta vë në dyshim dashurinë e saj. Dhuratat kanë përmasa, ngjyra dhe forma të ndryshme. Disa janë të shtrenjta, disa nuk kanë as pak vlerë monetare. Për individin i cili ka si gjuhë të parë dashuri e marrjen e dhuratave, kostoja e saj ka shumë pak rëndësi për të, në përjashtim të rasteve kur ajo ka përcen çdo sak që nuk mundet ta përballojë xhepi. Kur një milioner bën dhurata rregullisht që kushtojnë vetëm disa dollar, bashkëshortja mund ta vërë në dyshim, nëse kjo është vërtet një shprehje dashurisë, por kur financat familjare janë vërtet të kufizuara, një dhuratë që vlen $1 mund të ketë vlerën e $1 milion në dashuri. Dhuratat mund të blihen, të gjenden apo të bëhen vetë. Një bashkëshort që mund të gjejë një zog të bukur me pend teksa është duke bërë vrap dhe ja çon në shtëpi bashkëshortes së tij, ka gjetur një mënyrë për të shprehur dashurinë, sigurisht me përjashtim të rastit kur gruaja është alergjike nga pendët. Një burr të cilit ja mban xhepi mund të blejë një kartolinë të bukur që kushton më pak se $5, ndërsa një burr që nuk mundet mund ta bëjë një të tillë pa paguar asgjë. Merrni një copë letër nga koshi mbeturinave në zyrën tuaj, paloseni në gjysmë, nxirrni gërshërët, priteni në formë zemre dhe shkruani të tua. Vendosni emrin tuaj dhe nuk është nevoja që dhurata të jetë e shtrenjtë. Po personi që thot, unë nuk jam i dhënë pas dhuratave, nuk kam marrë shumë dhurata teksa rritem, nuk kam mësuar kurrë si të përzgjedh dhurata, kjo gjë nuk më vjen natyrshëm. Urime, sa po keni bërë zbulimin e parë për të bërë një i dashur i shkëlqyer. Ju dhe bashkëshortja juaj flisni gjuhë të ndryshme dashurie. Tani që e keni bërë këtë zbulim, vazhdoni punën për të mësuar gjuhën e dytë të dashurisë. Nëse gjuha e parë e dashurisë për bashkëshorten tuaj është marrja e dhuratave, mund të bëjnë një dhurues profesionist i këtyre të fundit. Në fakt, për disa persona, kjo është gjuha më e thjeshtë e dashurisë për t'u mësuar. Nga t'ja nisni, bëni një listë të gjitha dhuratave që bashkëshortja apo bashkëshortja juaj ka shprehur se i pëlqejnë për gjatë viteve që keni jetuar bashk. Mund t'jenë dhurata që ja keni bërë ju, antarë të tjerë të familjes apo edhe miq. Në bazë të kësaj liste do të kuptoni se cilat janë llojet e dhuratave që bashkëshortja apo bashkëshortja pëlqen t'i bëjë. Nëse nuk jeni në dieni apo keni shumë pak informacion në përzgjedhjen e dhuratave që duhen përfshirë në listë, kërkoni ndihmën e antarëve të familjes, të cilët e njohin më mirë atë. Ndërkohë ju mund të përzgjidhni dhuratat të cilat mendoni se mund t'i blini. Bëni vetë apo t'i gjeni duke u ndier vetë më komod dhe dhurojani atij apo asaj.
Mos prisni një rast të veçantë për ta bërë këtë. Nëse marrja e dhuratave është gjuha e parë e dashurisë për të, atëherë gjithçka që do t'i dhuroni do të vlerësohet si një shprehje e dashurisë. Nëse ai ose ajo është treguar gjithmonë kritik për dhuratat që i keni bërë në të shkuarën dhe asgjë nga ato që i keni dhuruar nuk ka qenë e pranueshme, nuk ka asnjë dyshim se marrja e dhuratave nuk është gjuha e parë e dashurisë për të. Investimi më i mirë. Nëse dëshironi të bëni dhurata, duhet të ndryshoni qëndrim në lidhje me paratë. Secili prej nesh ka një perceptim individual për qëllimin e parave dhe ndjejmë një sër emocionesh të cilat lidhen me shpenzimin e tyre. Disa prej nesh janë të orientuar drejt shpenzimit. Ndjehemi shumë mirë me veten sa herë që shpenzojmë para. Disa të tjerë kanë një perspektiv që prirret drejt kursimit dhe investimeve. Ndoshta ndjehemi mirë nëse kursejmë para dhe i investojmë ato. Për të bërë dhurata të bukura, duhet të ndryshoni qëndrimin në lidhje me paratë. Nëse jeni ndër ata që shpenzojnë shumë, vështirësitë që do të hasni për të blerë një dhuratë për bashkëshortin janë të pakta. Por nëse jeni kursimtar, do të përjetoni një lloj rezistence emocionale ndaj idesë së shpenzimit të parave për të shprehur dashurinë. Kur nuk shpenzoni për vete, pse duhet shpenzoni për bashkëshortin? Me anë të një qëndrimi të tillë, ju nuk arrini të kuptoni se edhe kështu jeni duke blerë diçka për veten. Duke kursyer para apo duke investuar këto të fundit, jeni duke blerë vetvlerësimin dhe sigurinë tuaj emocionale. Përkujdeseni për nevojat tuaja emocionale në të njëjtën mënyrë si përkujdeseni për paratë tuaja. Ajo çfarë nuk po arrini do të bëni është i plotësoni nevojat emocionale bashkëshortit apo bashkëshortes. Nëse zbuloni se gjuha e parë e dashurisë për të është marrja e dhuratave, ndoshta duhet të kuptoni se blerja e tyre është investimi më i mirë që mund të bëni. Jeni duke investuar në marrëdhënien tuaj dhe duke mbushur gotën e dashurisë për bashkëshortin. Dhe nëse gota e dashurisë është plot, ai ose ajo me gjas do t'ju akthejë këtë dashuri me anë të gjuhës së dashurisë që ju kuptoni më mirë. Nëse të dy personat në një marrëdhënie plotësojnë nevojat e tyre emocionale, martesa e tyre do të kalojë në një dimension krejt të ri. Mos u shqetësoni për kursimet, ju do t'jeni gjithmonë një kursimtar, por investimi për dashurinë e gruas është investimi më i mirë dhe më i sigurt që mund të bëni. Dhurata e pranisë suaj. Por ekziston një lloj tjetër dhurate, ndonjëherë e pakuptueshme, e cila shpesh ka një domethënie më të madhe se një dhuratë që mund të mbahet në dorë. Unë e quaj dhurata e vetes ose dhurata e pranisë. Të qenët pranë bashkëshortit apo bashkëshortes sa herë që ka nevojë, ka një rëndësi të madhe për personat që si gjuhë të parë të dashurisë përdorin atë të marrjes së dhuratave. Gjeni dikur më tha: bashkëshorti im Doni adhuron softballin më shumë nga sa më dashuron mua. Po çfarë thua kështu? E pyeta. Po, ditën që unë linda fëmijën tonë, ai ishte duke luajtur softball. Unë kam qëndruar gjithë pas ditën në spital, ndërkohë që ai luante softball. Por ai ishte me ty kur lindi fëmia. Po, qëndroi derisa lindi fëmia, por vetëm 10 minuta më pas u largua sërish për të luajtur softball. Unë u shkatërrova plotësisht. Ky ishte një moment shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Dëshiroja ta ndanim bashk, doja që ai të ishte aty, pranë meje. Por Doni më braktisi për të luajtur. Bashkëshorti i saj mund t'i kishte dërguar një duzinë me trëndafila si dhuratë, por sigurisht që ato nuk kishin vlerën e pranisë së tij në dhomën e spitalit për krah saj. Arrita ta shquaja menjëherë që Gjeni ishte lënduar thellë në shpirt nga kjo përvojë. Foshnja tashmë ishte 15 vjeçe, por ajo fliste për atë ngjarje me aq emocione të ndjera si të kishte ndodhur dje. Guxova ta ngacmoja edhe më tej. Vetëm me anë të kësaj përvoje ke arritur në përfundimin se Doni dashuron më shumë softballin se sa ty? Jo, më tha ajo. Ai luajti softball edhe ditën e varrimit nënës sime. Ai erdhi në funeral? Po, erdhi, por menjëherë pas funeralit u largua sërish për të luajtur softball.
Nuk arria ta besoja, edhe pse gjithçka ndodhi para syve të mi. Vëllezërit dhe motrat e mia erdhën në shtëpi bashkë me mua, ndërsa bashkëshorti im ishte duke luajtur softball. Më vonë e pyeta personalisht Doni në lidhje me këto dy ngjarje. E dinte fare mirë se për çfarë kisha fjalën. E dija që do ta përmendte këtë, më tha ai. Unë isha me të gjatë gjithë kohës që ishte me dhimbjet e lindjes, por edhe në momentin kur foshnja lindi. Bëra fotografi, isha shumë i lumtur. Mezi prisja tu tregoja djemve të skuadrës atë që sapo më kishte ndodhur, por mu prish Terezia, sapo u ktheva në spital pa atë mbrëmje. Ajo ishte turbuar me mua. Nuk arria t'i besoja fjalët që po nxirrte nga goja. Mendoja se ajo do të ndjej krenare për faktin që kisha shkuar t'u tregoja shokëve të skuadrës. Po kur vdiq nëna e saj, me siguri nuk ju ka treguar se mora një javë leje nga puna para se ajo të vdiste dhe i kalova të gjitha ditët sa në spital sa në shtëpinë e nënës saj duke bërë riparime apo punë që shtëpia ishte gati. Pasi ajo vdiq dhe funerali kishte përfunduar, mendova se kisha përmbushur gjithë detyrimet e mia dhe kisha bërë gjithçka mundesha. Edhe unë kisha nevojë të merrja pak frymë. Më pëlqen të luaj softball dhe e di se kjo lojë më ndihmon të qetësohem dhe të çlirohem paksa nga stresi që ndjej herë pas here. Mendova se edhe ajo donte që unë të pushoja pak. Kisha bërë gjithçka që mendoja se ishte rëndësishme për të, por ja që nuk mjaftonte. Mi përmend gjithmonë ato 2 ditë, nuk i harron kurrë. Thos se unë dashuroj softballin më shumë se atë, por kjo është qesharake. Ai ishte një bashkëshort i sinqert, i cili dukej se nuk ishte arritur të kuptonte fuqinë e jashtëzakonshme të pranisë. Të qenët pranë saj ishte shumë e rëndësishme se gjithçka tjetër në mendjen e saj. Prania fizike në momente të vështira është dhurata më e çmuar që mund t'i jepni bashkëshortit apo bashkëshortes që ka si gjuhë të parë dashurie atë të marrjes së dhuratave. Trupi juaj shndërrohet në simbolin e dashurisë. Nëse ju e zëvendësoni këtë simbol me diçka tjetër, edhe dashuria venitet shpejt. Gjatë seancave të këshillimit, Gjeni dhe Doni folën shumë për lëndimet dhe keqkuptimet që kishin ndodhur në të shkuarën. Si rrjedhoi, Gjeni arriti ta falte, ndërsa Doni arriti të kuptonte pse prania e tij ishte kaq e rëndësishme për të. Nëse prania fizike e bashkëshortit apo bashkëshortes është shumë e rëndësishme për ju, atëherë unë ju nxis që t'ua shprehni menjëherë atyre. Mos prisni që ata t'ju lexojnë mendjen. Por nga ana tjetër, nëse bashkëshortja ju thot, unë dëshiroj që ti sonte, nesër, pasdite, t'jesh me mua, duhet ta konsideroni si serioze këtë kërkesë. Nëse analizoni ka këtë vështrimi juaj, ndoshta edhe nuk është e rëndësishme, por nëse nuk i përgjigjeni kësaj kërkese, ndoshta mund të komunikoni një mesazh që nuk keni as pak si qëllim ta përcjellni. Një bashkëshort më ka thënë dikur: kur më vdiq nëna, e prori i saj i tha se mund të shkëputej vetëm 2 orë nga puna për të marrë pjesë në funeral dhe më pas duhej të kthehej sërish në zyrë po atë pasdite. Gruaja ime i kishte thënë se unë kisha nevojë për mbështetjen e saj atë ditë dhe se i duhej të largohej gjatë gjithë ditës. E prori ja ktheu duke i thënë se nëse do të largohej gjithë ditën, zëre se e kishte humbur vendin e punës. Gruaja ime ja kishte kthyer duke i thënë se unë isha më i rëndësishëm se puna e saj. E kaloi gjithë ditën me mua. Nuk e di pse, por atë ditë ndjeva se ajo më dashuronte më shumë se kurrë më parë. Nuk e kam harruar kurrë atë që ajo bëri për mua. Dhe me qëra fjala, ajo nuk e humbi punën. Shefi i saj u largua shumë shpejt dhe atë e telefonuam për të zënë vendin e tij. Bashkëshortja kishte folur gjuhën e dashurisë së bashkëshortit të saj dhe ai nuk e kishte harruar kurrë këtë. Mrekulli në Chicago. Pothuajse gjithçka që është shkruar për temën e dashurisë tregon se thelbi i saj është shpirti i të dhënit. Të 5 gjuhët e dashurisë na sfidojnë që t'i japim bashkëshortit apo bashkëshortes, por për disa në veçanti, marrja e dhuratave dhe simbolet vizuale të dashurisë kanë një domethënie më të madhe se për disa të tjerë.
Ilustrimin më të mirë të kësaj të vërtete e kam hasur në Chicago, ku u takova me Dagun dhe Katein. Ata kishin marrë pjesë në një nga seminaret e mia, ku diskutoja për martesën dhe pranuan të më çonin në aeroportin O'Hare, pas seminarit të së shtunës pasdite. Kishim 2-3 orë kohë para se avioni im të nisej dhe më pyetën nëse dëshiroja të ndalonim në një restorant. Po mbren teoria dhe pranova pa e bërë fjalën dysh. Katie filloi të fliste sa po zum vend në karrike dhe më tha: "Doktor Chapman, Zoti ju ka përdorur për të bërë një mrekulli në martesën tonë. 3 vjet më parë ne morëm pjesë në një seminar për martesën që ju mbajtët për herë të parë këtu në Chicago. Isha e dëshpëruar, po mendoja seriozisht të ndahesha nga Dagu dhe ja kisha thënë edhe atij. Martesa jon kishte shumë vjet që ishte zbrazët pas një emocion. Kisha hequr plotësisht dorë prej saj. Për 4 vjet me radhë i ankohesha Dagut se kisha nevojë për dashurinë e tij, por ai nuk ishte përgjigjur asnjëherë kësaj kërkese. Fëmijët i doja shumë, edhe ata më donin jo më pak, por nuk ndjeja që Dagut më përcillte diçka. Në fakt në atë periudhë urreja, ishte person shumë metodik, gjithçka e tij ishte shndërruar në një rutinë. Ishte i parashikueshëm si një orë me kurdisje dhe askush nuk mund ta cënonte rutinën e tij. Për 4 vjet, vazhdoi ajo, jam përpjekur të jem një grua e mirë. Bëja të gjitha gjërat e duhura që mendoja se duhej të bënte një grua. Bëja seks me të sepse e dija që për të ishte shumë e rëndësishme, por nuk ndjeja që ai të më përcillte ndonjë lloj dashurie. Më dukej sikur nuk dilte më me mua si në fillimet tona pasi ishim martuar dhe gjithçka e merrte për të mirëqenë. Ndjehesha e përdorur dhe e pavlerësuar. Sa herë që flisja me Dagun për ndjenjat e mia, ai qeshte me fjalët që thosha dhe ma kthente se martesa jon ishte po aq e mirë sa e gjithë të tjerëve në komunitetin ton. Nuk e kuptonte pse unë nuk ndihesha e lumtur. Sa herë i jepej mundësia, më kujtonte se të gjitha faturat i paguanin brenda afateve, se kishim një shtëpi të këndshme, një makinë të re, se unë isha e lirë të punoja ose joja shtëpis, se duhej të ndihesha e lumtur në vend që vetëm të ankohesha. Nuk bënte as përpjekjen më të vogël të kuptonte se çfarë më brente për brenda. Ndjehesha plotësisht e refuzuar. Gjithsesi, tha ajo teksa rregullente çajin e saj dhe përkulej përpara, ne morëm pjesë në një nga seminaret tuaja 3 vjet më parë. Nuk dija se çfarë të prisja dhe për të qenë sinqert nuk kisha asnjë pritshmëri. Nuk mendoja se ekzistonte një njeri që mund ta ndryshonte bashkëshortin tim Dagun. Ai nuk foli shumë për gjatë dhe pas seminarit. U duk sikur i pëlqeu. Më tha se ju ishit shumë zbavitës, por nuk bisedoi me mua për ndonjë nga idetë që ju diskutuat në seminar. Sinqerisht nuk prisja ta bënte dhe as që e mora mundimin që ta pyesja. Më pas, një të hënë pasdite, u kthye në shtëpi pas pune dhe më dhuroi një trëndafil. "Ku e mora atë?" e pyeta. "E bleva te një shitës në rrugë," më tha. "Mendova se ti e meritoje një trëndafil." Ndërlot në sy dhe me gjysmë zëri i thash: "Dag, ky ishte një gjest shumë i ëmbël." Të martën më telefonoi nga zyra e tij rreth orës 1:30 dhe më pyeti: "Si mendon sikur të porosisim pica dhe ti sjellu në darkë në shtëpi? Mendoj se mund të pëlqejë që të paktën mos gatuash një darkë të vetme." "Më duket ide e mrekullueshme," ja ktheva. Ai solli pica për darkë dhe u argëtuam të gjithë së bashku. Fëmijët i pëlqyen shumë picat dhe falenderuan baban e tyre që ua kishte sjell. Ndërsa unë guzova t'i jepja një përqafim dhe i thash se e kisha shijuar shumë atë mbrëmje. Ndërsa të mërkurën, kur u kthye në shtëpi, kishte sjell për secilin nga fëmijët një pako me biskota Cracker Jacks, ndërsa mua një vazë të vogël me një bim të mbjellë në të. Më tha se e dinte që në trëndafili do të vyshke dhe se mua mund të më pëlqente një lule që do të mbijetonte për më shumë kohë. Po filloja të mendoja se kisha halucinacione. Nuk e kuptoja se çfarë po bënte Dagu dhe arsyen pse po e bënte këtë.
Të njëjtën mbrëma, pasi hëngrëm darkë të dy bashk, më dha një letër të vogël me një mesazh ku shkruante se ai nuk ishte gjithmonë në gjendje të shprehte ato që ndjente dhe dashurinë që kishte për mua, por shpresonte se me anë të kësaj letre do të më tregonte se shqetësohej për mua. Pse nuk marrim një datë do të shtunë në mbrëma dhe dalim të dy për darkë? Më sugjeroi. Do t'ishte mrekulli, ja ktheva unë. Të premten pas dite, ndaloi me makinë në një dyqan ëmbëlsirash dhe i bleu secilit prej nesh ëmbëlsirën e parapëlqyer. Edhe kjo ishte një surprizë. Të shtunë mbrëma, unë isha në qiellin e 7. Nuk e kisha idenë se çfarë kishte ndodhur me Dagun apo sa do të zgjaste kjo, por po shijoja çdo minutë të kësaj mrekullie. Pas darkës në restorant i thash: Dag, duhet më thuash se çfarë po ndodh, nuk po kuptoj asgjë. Pasi më tregoi të gjitha këto, Katie më pa me vëmendje më tha: Dr. Chapman, duhet ta kuptoni, ky njeri nuk më kishte dhuruar kurrë një lule me përjashtim të ditës së dasmës. Nuk më kishte dhënë kurrë një letër, cili do të ketë qenë rasti. Më thoshte gjithmonë se ishte një shpenzim i kot parash, se do ta lexoja letrën dhe më pas do ta hidhja në mbeturina. Kishim 5 vjet që nuk dilnim për darkë. Nuk u kishte bler kurrë gjë fëmijëve, por edhe nga unë priste që t'u blija atyre vetëm gjërat bazike. Nuk ishte sjell kurrë pica në shtëpi, pretendonte që unë t'ja bëja gati darkën çdo natë. Ky është një ndryshim radikal në sjelljen e tij. Unë u ktheva nga Dagu dhe pyeta: Si u përgjigje në restorant pasi ajo të pyeti se çfarë kishte ndodhur me ty? I thash se kisha dëgjuar seminarin tuaj dhe kisha kuptuar se gjuha e saj e parë e dashurisë ishte marrja e dhuratave. Gjithashtu kuptova se kisha shumë vjet që nuk i bëja një dhuratë, ndoshta që prej ditës së dasmës. Më erdhi ndërmend se gjatë takimeve tona të para i çoja lule dhe i bëja dhurata të tjera të vogla, por pas martese mendoja se gjëra të tilla nuk na i mbante xhepi. I thash se do të përpiqesha t'i bëja një dhuratë vogël për një javë rresht dhe do të vija re nëse do të ndryshonte diçka tek ajo. Duhet ta pranoj se vura re një ndryshim të madh në qëndrimin e saj gjatë asaj jave. I thash se e kisha kuptuar se fjalët tuaja ishin të vërteta dhe se të mësuarit e gjuhës së duhur të dashurisë ishte çelësi për të ndihmuar personin tjetër për t'u ndjerë i dashur. I kërkova falje gjatë këtyre viteve që isha treguar i ngurtë dhe kisha dështuar në plotësimin e nevojës së saj për t'u ndjerë e dashur nga unë. I thash se e dashuroja vërtet dhe vlerësoja gjithçka që ajo kishte bërë për mua dhe fëmijët. I thash se me ndihmën e Zotit do t'i bëja dhurata të bukura gjatë gjithë jetës. Dag, nuk mund të më blesh dhurata çdo ditë deri në fund të jetës sonë, nuk ta mban xhepi. Ja ktheu ajo. Ndoshta ajo çdo ditë për të paktën një herë në javë, thaj, që do thotë edhe 52 dhurata plus për çdo vit gjatë këtyre 5 vjetëve të fundit. Por kush tha se do t'i blej të gjitha? Ndoshta mund të blej disa prej tyre ose do të zbatoj këshillën e Dr. Chapmanit dhe do të marrë një lule nga kopshti ynë në pranverë. Nuk mendoj se ka harruar asnjë javë të vetme gjatë këtyre 3 vjetëve, më tha Katie. Tashmë është një njeri krejt tjetër, nuk e ke një idenë sa të lumtur jemi. Fëmijët tanë tani na thërrasin zoq të dashuruar. Gota ime e dashurisë është plot dhe madje po derdhet. U ktheva nga Dagu dhe e pyeta: Po ti Dag, ndihesh i dashur nga Katie? Ajo më ka dashur gjithmonë dhe unë e kam ndjerë këtë, Dr. Chapman. Është shtëpiakja më e mirë në botë, është një kuzhinjere shkëlqyer, është e mrekullueshme kur vjen puna tek fëmijët, e di që ajo më dashuron. Ai buzëqeshi dhe më tha: Besoj se tani e dini cila është gjuha ime e dashurisë, apo jo? Në fakt e dija dhe e kuptova pse Katie kishte përdorur fjalën mrekulli. Dhuratat nuk duhet të jenë me do e mos të shtrenjta, por as të dhurohen çdo javë. Për disa individ, vlera e tyre nuk ka as pak lidhje me vlerën monetare, por vetëm me dashurinë. Tani radha juaj. Reflektoni dhe gjeni një mënyrë për t'i bërë dhurata njëri tjetrit, edhe pse nuk jeni në gjendje
të mirë financiare.